dua kur të dalë vendimi apel, du të futem në burg dhe t'i bëj 1 për 1 ditët. Qa halli kanë ato që dalë në për ekran duke bërë lavazh spakut dhe procedurës penale? Duhet thënë jo, masa duhet të rria këtë. Derisa nuk ka bërë vrasje, pse du ta mbash një person që s'ka bërë vrasje, ta mbash me zor pse ka bërë korrupsion ose dyshohet pse ka bërë korrupsion? Pse? Që të bësh statistikë, që thua popull, ne jemi këtu, jemi trima, dihet të kesh çka parasysh. Personat të prokurori që punojnë dhe fusin njerëz në burg janë më frikacak se sa ata të cilët nuk fusin në burg personat. Pse? Sepse ai që të bën dëmin është frikacaku dhe jo trimi. Pra ai që marr pistolet në xhep, mbrez është frikacak. Pse? Sepse ai vret. Të ka frikë. Ai i cili nuk mban asgjë, ai mund të vrasë në çdo moment, çfarë të gjej përpara ta hedhi. Po pse e bën këtë gjë? Sepse personi do të mbrohet, është vetë mbrojtja. Ndërsa ai me paramendim që ka pistolet në brez, nuk quhet burg, ai është frikacak. Sepse në momentin e parë ai do të vrasi, sepse ai atë qëllim ka pasur, frikën ndaj teje. Prandaj duke marrë rastin e zotit Meta, procedura penale që është ndjekur ndaj tij është politike dhe çelcat në det që tha momentalisht i çojnë pak më lart dhe në seancat gjyqësore Partizani dhe rasti Meta do jetë spektakolare për politikën shqiptare. Unë uroj që zoti Rama të bëjë ndryshimet procedurale penale në mënyrë që të mbahet sekret seanca gjyqësore ndaj Metës. Sepse po do në shesh kanë frikë që do të marri shumë njerëz dhe do të marri edhe njerëz të Ilir Metës, të cilët mund të kenë bërë vepra penale dhe spaku i ka ndihmuar që ata mos të procedojnë në fillim. Kjo është më e tmeshmja e të gjithë kësaj. A është zoti Berisha, zoti Rama, zoti Veliaj, zoti Meta fajtor, kjo mbetet për tu parë. Por ta dini, të gjithë këta në kushtet që jemi sot nuk do të prekin apo nuk janë prekur për probleme që kanë të bëjnë me qeverisjen e vendit. Janë marrë të proceduar në mënyrë periferike që të bëjnë këte mekanizëm për popullin shqiptar. A kemi ne një urrëtie të akumuluar ndaj këtyre të cilët kanë 34 vite dhe qeverisin vete? Po. Qa bëhet spaku që të bëj lavazhierit e këta, i merr të proceduar dhe fillon populli dhe urrëtien thot, kam besim të spakun se i futin në burg, kam besim unë se ai do t'i fusin në burg, do t'i largoj. Po jo, ne kemi thënë sekretin, vota i ndëshkon. Dhe jo burgu, se burgu i nderon. Këtë gjë s'ka kuptu populli jon. Vota është ndëshkuesi më i lartë dhe më i madh ndaj tyre, sepse burgu i nderon. Kancelari Cruz në Austri dha dorëheqje 1 dhe 2 u procedua nga drejtësia e tij. Në fund fare u shpalli pafajshëm nga drejtësia e kundërshtar që e futi në burg. Dhe çfarë ndodh kjo? Cruz do të rikthehet në politikën aktive Austrisë. U bën ai gjë? Asgjë. Thjesht politikanët kur shkojnë në burg nderohen. Kur vota i ndëshkon, harrohen. Mandati katet me këto që ju thatë pritet jetë më i nxehtë se sa e mendonim. Avokat, unë të falenderoj shumë. Po, jo, pritani, them edhe këtë tjetër për mandatin e katet dhe mbyllim. Tani ju, si media, ju lutem, duhet të keni 3 kamera. 1 te dyert e spakut, 1 te gjykata kushtetuese dhe 1 te Partia Socialiste tani e tutje. Tani nuk e di a do të jetë edhe te burgu i Durrësit, kjo mbetet për tu parë. Po te Partia Socialiste duhet të keni edhe ju kamera atje, pra gjithë mediat. Pra do të thotë që e gjithë vëmendja për këte 4 vjeçar do të jetë në SPAK, në gjykatën posaçme dhe në gjykatën kushtetuese. Pse? Sepse aty do të plasin bombat, skandalet që janë bërë 34 vite të këtij vendit,
të cilët ne nuk i kemi ditur dhe do t'i mësojmë, sepse mlefi që do të kenë ata të cilët jenë në atë sallë, në cilësinë procedurale të pandeurit, do të bëjnë të mundur që të marrin çdo provë në atë gjykatë. Do hapen dosjet post diktaturës tani, jo ato para, po post. Ore do hapen dosje të cilat nuk i kemi imagjinuar kur çfarë është bërë kundër nesh, ose çfarë negociata janë bërë për ne, pa ditur ne çfarë po bëhet për ne. Megjithatë, populli impaktohet avokat vetëm nga video, sesa nga dokumentat nuk impaktohet me. Po prandaj them, populli jon duhet të bëhet gati të mbylli biletat, karriket në gjykatën e posaçme, derisa edhe ne jemi investitorë se me taksat tona marrin ato qylet gjithë aty lekët. Më kupton? Pra do të thotë që bëhemi gati të shkojmë nga shtatori në çdo seancë. Ju ftoj të gjithëve, ikim në çdo seancë, Partizani dhe Meta. Jam i bindur, merrni kokoshka me vete, do të shikoni kaq shumë film, se sa prandaj ftoj unë popullin dhe median, jepni transparencë të këto dy procese penale, sepse jam i bindur se të dy bashkë do të bëjmë kaq shumë intervista në mënyrë të jashtëzakonshme. Ndoshta direkt edhe nga atje. Avokat Rrofsh. Direkt. Do shkojmë atje dhe do bëjmë nga atje intervistë, drejt për së drejtë. Faleminderit shumë avokat. Edhe unë ju falenderoj shumë për ftesën.